Kandidati i Aleancës për Punë dhe Dinjitet në Bashkinë e Pukës, Rok Dodaj, gjatë turit përmbylljes të fushatës elektorale për zgjedhjet e 21 qershorit u ndal në komunën e Rapës, atje ku u ndal tek prioritetet e përcaktuara për këtë zonë gjatë 4 viteve të ardhshme. Dodaj nga Rapja ka denoncuar dhe një herë hapur shitblerjen e votave nga rivali i tij politik, ndërsa apeloi votuesit të qëndronin larg këtyre akteve që po jepnin fund dinjitetit njerëzor. Për zonën e komunës Rape, ashtu sikur kena marrë dhe mendimin tuaj, do të bëjmë hujtën që bëjmë shumë për infrastrukturën e cila është shumë e lënë pasdore gjatë këtyre viteve. E them këtë me bie plot, sepse këtu duhet vendor me një metodë e cila unë kam pas eksperiencë në komunën time dhe atë do të vënë eficiencë plot për komunën Rape, Bashkinë e Re të Pukës, për komunën e Rape veçantë. Kena marrë si prioritet për ju rrugën Lumzi, zbatimi i projektit ekzistues. Për Lumziun do të bëjmë ndërtimin e aksit me gjurmën me cilën është bërë projekti ekzistues. Jo aty ku është e hapur sot, sepse kuptohet jashtë gjitha parametrave teknikë ishte ai aks i cili ajo gjurmë që ishte bërë sot për të shkuar në fshatin Lumzi. Pra, rruga Lumzi do të jetë ndër prioritetet për këtë fshat. Do të jetë prioritet sistemi veprave vadice për gjitha ato zona ku është domosdoshme, ne i kena detajuar, por tjera do të shtohen me marrjen e bashkisë së re. Do të bëjmë hujtën rikonstruksionin e kanalit Vadis në fshatin Breg. Një projekt i cili është marrë si prioritar i domosdoshëm për atë zonë. Sistemimi i rrugës në fshatin Breg, shtrim me qaku, edhe zgjerim, një angazhim i cili ka dalë sipas atyre kërkesave tuaja si fshat Breg. Do të bëjmë hujtën të hapjen e rrugës në lagjen Kaulin, zbatimin e projektit ekzistues. Çdo shtëpi do lidhet me rrugë automobilistike. E kam marrë angazhim, do ta keni një premtim të mbajtur për 4 vite të ardhshme. Keni të garantuar asnjë shtëpi nuk do ngelet pa rrugë automobilistike. Tjetër do të jetë edhe rikonstruksioni i ujësillësit fshatit Bicaj. Një projekt i cili është bërë kërkesë dhe ne ja kena marrë si prioritet për ne nuk kena të bë loj kush jep lek më shumë. Ne nuk e kena nisë fushatën me ble vota, ne e kena nisë fushatën me alternativë, me program, me platformë, me përpunë. Njerëzit dojnë me jetu, dojnë shërbime, dojnë investime, dojnë punësim. Kjo është alternativa jonë. Alternativa kundërshtarit është 200 euro për votë, 300 euro një votë. Unë ju këshilloj ju fort, që mos vjeni pre, mos vjeni viktim, sepse ajo është degradimi i demokracisë në Shqipëri. Dodaj në largim mori premtimin e banorëve të Rapës se ai do të ishte fitues me mbështetje masive në këtë zonë, e cila siç thanë disa nga banorët beson tek premtimet e realizueshme të zotit Rok Dodaj.